Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, jeni në frekuencat e radios Fati, radios së Bashkisë Islame në Malin e Zi, dhe ju të gjithë që keni mundësi të na ndisni nëpërmjet kanalit tonë në YouTube në çdo kohë. Jemi në muajin e begatë të Ramazanit dhe fillojmë emisionin tonë Biseda Ramazanit në këtë muaj të begatë, ku si çdo herë flasim me tema të ndryshme dhe pikërisht me qenë se jemi në këtë muaj të begatë dhe afër dhe në këtë natë të begatë të natës së Kadrit, kemi bërë një bashkëbisedim, një plan për një bashkëbisedim, por kemi edhe një bashkëbisedim që kemi folur edhe më parë, por dëshirojmë përgjithmonë ta përsërisim bashkëbisedimin tonë për këtë muaj të begatë, për këtë natë të begatë, për këto cilësi dhe për këto veçori të cilat i bart kjo natë. Dhe pikërisht kemi të ftuar krye'imamin e Mexhlisit të Dinoshës Xhefair Efendi Arifajin që të flasim për begatitë e kësaj nate, veçoritë e kësaj nate, meqense edhe Ramazani se që është muaj i cili është muaj i përsëritjes së atyre mësimeve që i mësojmë në Ramazanet e kaluara, është përsëritje dhe mëshirë nga Allahu xhaleshanu që ne të kemi mundësi që në çdo Ramazan të përsërisim njohuritë tona rreth fesë islame dhe të fokusohemi që të praktikojmë sa më shumë sunetin e të dërguarit tonë të dashur. Kryeimam, mirë se erdhe. Mirë se u zetëm. Me qenë se jemi edhe në këtë muaj të begatë, si që thame, do të flasim për natën e Kadrit. Në fillim të flasim se çka është Kadri, çka është nata e Kadrit për gjithë ata besimtarët të cilët dëshirojnë që të fokusohen në madhërimin apo në cilësitë dhe veçoritë e kësaj nate të bekuar. Për fillim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Falëndrimi takon të Madhit Zot, i cili na krijoi në rrugën e drejtë na udhëzoi dhe në këtë muaj të bekuar të arrijmë na mundsoi vetëm atë adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë kërkojmë, pasa mëshira dhe begatitë e Zotit qofshin mbi Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij, gjithë neve dhe gjithë ata të cilët pasojnë dhe shkojnë në rrugës të tij deri ditën e llogarisë. Për të gjithë besimtarët të cilët na ndëgjojnë dhe na përcjellin, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pasa mëshira dhe begatitë e Zotit qofshin mbi të gjithë. Po shfrytëzoj rastin se t'i përuroj besimtarët për hazrimin e këtij muaji të bekuar, se i Malli Zot e krejt adhurimin krahas azhrimit se kanë bërë deri me sot, se t'u pranoj, t'u shkruaj prej veprave të mira dhe t'i shpërblej me mirësitë e tina në këtë botë edhe në botën tjetër, duke lutur të Madhin Zot për të gjitha të mirat se ai i furnizon robët e vet, se na furnizoi dhe të mbaj për atyre se dim t'i respektojmë dhe të falendrojmë të Madhin Zot në këto mirësi dhe begati. Pikërisht pra jemi në këtë natë, prag të kësaj natë të bekuar, natë të dalluar brenda të gjithë netëve të vitit. Është interesante se çdo gjallëse ka zemrën, edhe çdo gjallëse lviz. Njeriu ka zemrën e vet, është ajo zemra që jep gjallëri. Kurani famlart është libër i gjallë, se jep gjallëri çdo kujt që lexon. Pikërisht ai libër e ka zemrën e vet, e zemra e Kuranit është Jasini, kaptina e Jasinit. Unë kisha më thonë se edhe muaji i bekuar i Ramazanit është gjallëri, ai lviz, dhe zemra e këtij muajit ndoshta nuk gaboj të them se është pikërisht nata e Kadrit. Se kjo net i jep besimtarve pothuajse një reflektim të veçantë ndaj të gjitha netëve të vitit se ata e kalojnë në këtë botë. Faktikisht kjo natë është natë e bekuar. Kjo natë e bëri muajin e bekuar të Ramazanit të bekuar. Por edhe këtë natë e bëri pikërisht Kurani natë të bekuar. Kuptimi i kësaj natë
sipas asaj se dietarët sqarojnë, japin disa kuptime, disa emërime të cilat mund të përfitohen me emrin e kësaj natë. Kader ose nata e kadrit do thot pikësparit nata e caktimit. Është nata e ngritjes, nata e respektit, e vlerësimit. Dhe të gjitha këto, e ndoshta edhe shumë të tjera, kuptime se dietarët mund t'i veshin kësaj natë, të gjitha këto kuptime i meriton se me të vërtet është një natë e veçantë e vitit, se nuk mund t'i afrohet asnjë natë kësaj natë me madhërinë e sajna dhe bot kuptimin se besimtarët mund të përfitojnë dhe u afrohet një shans se të përfitojnë prej saj shumë. Nata e kadrit, siç e dim të gjithë neve, është brenda muajit të bekuar, muajit të Ramazanit. Pikërisht është në 10 netshin e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit. Pikërisht është në finalizimin e një adhurimit madhor se Zoti na bën obligim neve si ummet agjërimin e këtij muajit të bekuar. Pejgamberi alayhis salam 10 netshin e fundit të muajit të bekuar u angazhua shumë. Jo vetëm ai, por mundohej se edhe shokët e vet, familjen e vet të angazhojnë në adhurim, duke i dhënë një veçanti të veçantë ose një fokus të veçantë tekut të 10 netëve të fundit të muajit të bekuar, duke filluar prej natës 21, 23, 25, 27 dhe 29 të muajit të bekuar. Dhe në këtë tekun e këtyre 10 netëve të fundit të muajit të bekuar, pejgamberi alayhis salam porosit të shokët e vet, po porosit i krejt ummetin se të jenë në kujdesjet e këtyre netëve, veçanti tekun e këtyre netëve, shkaku se teku i këtyre netëve është ajo natë madhore se i Malli Zot e ka dërgua dhe i ka veçua brenda këtij muaji të bekuar. Janë disa gjëra të cilat Zoti Xheleshanuhu i ka lënë pak të mshefta. Ato i ka lënë Zoti Xheleshanuhu prej mrekullisë së vet. Ato e kanë mirësinë e vet, në msheftësinë e tyre. Dhe nuk i ka definua me kohë precize. Si për shembull, Zoti Xheleshanuhu i ka 99 emrat e tina. Emrin e 100 ne nuk e dim. Ai ka lënë të msheft, më të mirin emën, se ka thonë lutnu me ta, se ai përmes tina pranohen të gjitha lutjet. Ditën e xumas e ka lënë një moment të veçantë, se kush lutet dhe ja sillon atij momentit, Zoti ka thonë i pranoj lutjet e tina. Disa dietarë thonë se ajo është kohë të drekës ose xumas, sa është imamin hutbe, disa thonë në kohë të ikëndis. Por ata që kalojnë kohën edhe në kohë të drekës apo xumas, dhe në kohë të ikëndis në adhurim, ata ja sillojnë. Ata të cilët i mësojnë dhe i përsërisin 99 emrat e Zotit, të gjithë sigurisht do t'ja sillojnë atij emri të msheft. Dhe pikërisht edhe natën e kadrit, Zoti Xheleshanuhu ka mund me thonë se e keni filan natën, filan orën, por e ka lënë të msheft se besimtar të angazhohen një periudhë më gjatë, se ka dallim në mes të kërkuesit dhe pritësit. Sa ai që e kërkon një afat më gjatë, ai që e prit vetëm momentin dhe mas atij përfundon çdo send. E Zoti Xheleshanuhu ka dashur me na lënë një kërkuesa, jo pritsa. Dhe kjo është ajo mrekullia se Zoti don robët e vet dhe don sa më tepër të lidhur me Zot, të jenë të lidhur me Zotin përmes adhurimit. Dhe dietarët janë mundua me na lehtësua neve dhe janë disa argumente
të cilat ndoshta të çojnë te 27 tanat, se fokusohet pothuajse metin përgjithësi mas tepërmit në këtë natë, por të gjithë ata thonë se Zoti e din mas mirit. Ne po thomë këta që mendojmë, por Zoti e din mas mirit caktimin e asaj natë me precizitet. Ne pak më vonë do t'i cekim ndoshta ato argumente të cilat dietarët bazohen që me të vërtet të çojnë te nata 27, por prapë se prapë Zoti Xheleshanu e ka lënë këtë mshëvsi dhe ne është mas miri që 10 neçin e fundit çiftin e tekun të angazhohemi sa më tepër në adhurim dhe duke kërkuar atë që është më e mira e atyre netëve, pra natën e Kadrit, duke ju lutur Zotit dhe duke kërkuar Zotit falje. Para se të kalojmë të argumente, deshta të bëj një pyetje me që edhe ceket edhe ju që në fillim që muaji Ramazanit është i gjallë, Kurani është i gjallë siç është ky muaj i begat, por pejgamberi jon që në kohën e tij kur ishte gjallë, ishte edhe ai Kurani i gjallë që leviste që praktikonte Kuranin më së miri, por disa praktika nga jeta e tij e bekuar në këtë muaj të begat të Ramazanit apo në kërkim të natës së Kadrit, kemi në hadithe në transmetime të sahabeve apo në habere. Pejgamberi alayhis salam veçanti muajin e bekuar të Ramazanit është angazhuar, jo vetëm vetë, por ka angazhuar edhe krejt familjen e tij. Dhe angazhimi i tij dhe familjes tij është mësim, angazhimi edhe i joni, në veçanti si ummeti i tij. Pejgamberi alayhis salam veçanti 10 neçin e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit, përveç se ishte në namazin e teravihis, se falej prej fillimit të muajit të bekuar deri në fund, angazhohi në namazin e natës, ose qiyamul lejlin. Angazhohi në lexim të Kur'anit, në itikaf ose mbyllje në xhami dhe në netëshin e fundit, se sa më tepër të jetë në shtëpinë e Zotit dhe të jetë i lidhur me adhurimin ndaj Zotit. Angazhohi ditët e fundit me sadakaj fitrin, se të ndihmoj përmes pastrimit pasurisë vet, të ndihmoj atyre se kanë nevojë, se të festojnë me gëzim edhe ata të cilët nuk kishin mundësinë anën materiale. Dhe pejgamberi alayhis salam dëshironte se besimtarët të jenë sa më tepër të përkushtuar nëpërmes këtyre adhurimeve, e në veçanti tekun e 10 neçit të fundit, pejgamberi alayhis salam e ka përdorur një lutje se ka veçuar për netëve tjera. E këtë përmes transmetimit të Aishës radhiyallahu anha, kur ajo e pyet pejgamberin: "Ja Rasulullah, cila është lutja më e mirë nëse ne ja sillojmë natës së Kadrit të këndojmë, ti lutemi Zotit, se përmes saj ti afrohemi Zotit?" Pejgamberi alayhis salam i tha: "Ja Aisha, lutja më e mirë për natën e Kadrit është të thuash: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." O Zot, o Allahu im, ti e falës, e don faljen, na fal neve. Dhe këto ishin mas tepërmit lutjet dhe angazhimet e pejgamberit alayhis salam se bante brenda 10 neçit të fundit, në veçanti kur u afrohej finalizimi i këtij muaji të bekuar, se siç na ka thënë edhe porosit pejgamberi alayhis salam, ndoshta e pritëm këtë Ramazan, ndoshta pe kalojmë deri në fund këtë Ramazan me adhurim ndaj Zotit, por a do ta presim tjetrin? Dhe gjithherë adhurimet pejgamberi alayhis salam është mundua t'i këshilloj shokët e vet se adhurimet që t'i kryen si t'jen adhurimet e fundit, se Zoti e di a do të arrijmë më se të vazhdojmë apo do të presim në adhurime. Ashtu. Me qenë se shkëput me tregimin nga pejgamberi jon, argumentet apo faktet apo disa veçoritë e kësaj nate të begat, të cilat besimtarët dëshirojnë që të hasin apo të ndjejnë? Sigurisht se ne si besimtarë të cilët jemi
lexues të Kur'anit, po ndoshta deri diku edhe praktikues të asaj që na ka urdhëruar Zoti. Kur t'i lexojmë edhe t'i shohim 114 kaptinat se i ka Kur'ani ose suret për mi kuptuar të gjithë. Një prej atyre kaptinave apo sureve është emërtuar me Suratul Qadr. Kaptina e kaderit ose e caktimit. Sigurisht për atë studiosit e Kur'anit dhe ata të zot e mendjes, sa thellohen pak në meditimin e fjalëve të Zotit, porosive, se i çon Zoti përmes Kur'anit, e kuptojmë se sa vlerë të madhe ka kjo natë, sa Allahu ja ka dhënë kësaj natë, në emër të kësaj natë, një sure apo një kaptinet me e thirr përmes këtij emrit. Por Zoti Xheleshanuhu këtë natë e bekatoi sepse zbriti Kur'anin. Pikërisht në këtë natë. Dhe Zoti Xheleshanuhu në Suratul Bekare na njofton ku thot A'udhu billahi bismillah. Shahru Ramadan unzila fihi al-Quran. Muaji Ramazanit është muaj në cilin ka zbritur Kur'ani. Edhe Zoti na njofton se Kur'ani është zbritur në muajin e bekuar. Kjo sure, pra kaptina e kaderit, e definon se në cilën kohë, në cilën natë pikërisht Zoti Xheleshanuhu e zbriti Kur'anin. Dhe thot Zoti Xheleshanuhu në fillim të kësaj sure, A'udhu billahi bismillah, inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne atë Kur'anin e zbritëm natën e Kadrit. Për zbritin e Kur'anit, apo fillimin e zbritjes së Kur'anit, janë dy mendimet e dietarëve, ose dy versione. Versioni i parë është se Zoti Xheleshanuhu e ka zbritur Kur'anin komplet natën e Kadrit në Leuhi Mahfuz. Dhe prej aty të atëherë është zbritur përmes melekut Xhebrail, pejgamberit alayhis salam, brenda 23 viteve sipas nevojës ose sipas asaj që ka caktuar Zoti. Kurse versioni tjetër është se pikërisht fjalët e para se kanë filluar pejgamberit alayhis salam t'i zbresin, pra të kaptinës Alaq, pikërisht janë natën e Kadrit se kanë filluar, e Zoti e din mas mirit, por zbritja e Kur'anit prej Zotit pikërisht është filluar natën e Kadrit dhe ajo është një argument që Zoti po thot pikërisht në këtë sure ose në këtë kaptin ku tha A'udhu billahi bismillah inna anzalnahu fi lejletil qadr. Faktikisht zbritja e Kur'anit në këtë natë është një shenjë madhore për këtë natë, se Zoti Xheleshanuhu në këtë natë, se kjo natë quhet nata e caktimit ose e kaderit. Pikërisht Zoti Xheleshanuhu në këtë natë, që është mirë për ata të cilët na ndëgjojnë ose na përcjellin përmes YouTube-it, se ta dinë se në këtë natë Zoti Xheleshanuhu i cakton rrisqet, le cakton çdo send se do të ndodhë brenda një viti të caktuar. Pra deri natën e Kadrit të vitit të ardhshëm. Dhe për besimtarët, në veçanti, e në përgjithësi për të tjerët, t'i shfrytëzojnë momentin edhe këtë rast, se t'i kërkojnë Zotit ajo çka është më mira për neve të gjithëve, edhe për këtë botë, edhe për botën tjetër. Sepse, edhe nëse ka caktuar Zoti diçka për neve, më herët, ajo duhet të bëhet, por është diçka që Zoti na ka mësuar përmes gjuhës pejgamberit alayhis salam, se e llatë caktim të Zotit. Zoti me vullnetin e vet mundet me ndryshua nëse robi i tina e kërkon me sinqeritet e me bindje. E çka ajo me lutje të sinqert. E këtë thot pejgamberi alayhis salam në një hadith ku thot la yaruddul qadr ila du'a, nuk mundet me ndryshua as me refuzua caktimin e Zotit përveç duaja e sinqert. Atëherë besimtarët e kanë shansën çdo natë të Kadrit
të i kërkojnë Zotit ajo çka është më e mira për neve, edhe për këtë dynjë edhe për ahiret. Të i kërkojnë Zotit se të na fali, se të gjithë jemi neve mëkatar. Të i kërkojmë Zotit se të na shërojnë ose jem një të smur ose këm dikon të smur. Të kërkoj Zoti se të na përmirësoj gjendjen, ndoshta në problemet edhe hallet e sfidat e kësaj bote, se mund t'i kem me shëndet, se mund t'i kem me pasuri, se mund t'i kem me familje, se mund t'i kem me evlad, se mund t'i kem me punë, se mund t'i kem me profesion, se mund t'i kem në ditët e përditshme, se ndoshta nga njëherë ato mund të ndikojnë edhe negativisht në kryerjen e obligimeve të Zotit ose në shqetësimin shpirtëror dhe zemëror në jetën tonë. Pra është rasti se të kërkojmë Zotit me lutje të sinqertë në këtë natë, se Zoti Xheleshanuhu të caktoj çka është më e mira për neve si persona, por edhe për familjet tona, edhe për shoqëri. Pejgamberi alayhis salam na ka mësuar, nëse doni ju se lutja juaj të pranohet te i Malli Zot, kur të lutuni edhe për të tjerët kur nuk janë prezent, që nuk u ndëgjojnë juve. Sa ajo është lutja më e sinqertë. Pra kur lutesh ti për një njeri i cili nuk të ndëgjon se po lutesh, e lutesh për mirësitë e Zotit mi dërgua, mëshirën e Zotit me dërgua mbi ta, rahatin me shërua, me la borxhet, me nxjerr prej problemeve, me nxjerr prej halleve dhe sfidave të ndryshme të dunjas, Zoti Xheleshanuhu ka premtuar se edhe krahas lutjes tënde ja pranon edhe lutjet e tina, por shkaku kryesor për me të pranuar lutja për ty është edhe lutja se bëre për vllahun tënd, i cili nuk të ndëgjoj, as nuk e diti se ti po lutesh për ta. E pasuria e madhe është se njeriu të meritoj lutjen e dikujt. Të jesh një njeri pozitiv, një njeri që ndihmon, je human, je i afërt me njerëz, kontribon për njerëz, nga njëherë vetën e vend para në shërbim të njerëzve, interesin shoqëror para interesit personal, dhe kjo të shtyn se ndoshta ti je në gjumë e dikush për hir të asaj që ke bërë për ta, në emrin të Zotit, ai të lutet për ty dhe ti nuk din se po lutet për ty e je duke pushuar ose duke u rahatua. A lutjet janë për cilë të Zoti për i dikuj, se ndoshta e ke merituar se ja ke gëzuar dikuj zemrën, ja ke mbyll një problem, ja ke fashit një varr apo një problem të madh, familjar, shëndetësor, ose çka do të qoftë. Pra, nata e Kadrit është natë se ne duhet të kemi kujdes se maksimalisht ta shfrytëzojmë në ibadet, në adhurim, lexim të Kuranit, lutje dhe normalisht kërkim falje Zotit se të na falë dhe të na pastroj prej të gjitha asaj që kemi nevojë, se njëri ka njëherë futet në mëkate me dituri, por ka herë pa dituri. Domethënë nuk është duke vënë vëmendjen mëkateve të cilat i bën ose me shikim, ose me gojë, ose ndonjëherë me ndonjë veprim, por ajo që është e jona është se të kërkojmë Zotit falje, se i Malli Zot na fal, se edhe pejgamberit alayhis salam kur i zbriti kjo sure, kjo kaptin El Kader, me njëherë mas asaj se Zoti tha e kem zbritur Kur'anin pikërisht në këtë natë, tha Allahu Xheleshanuhu eudhu billahi bismillah ve ma adrake ma Lejletul Qadr, çka shtiri ty për me ditë se kur është nata e Kadrit edhe me ditë vlerën e saj. Pra pikërisht këto mirësina të cilat Zoti Xheleshanuhu i sjell përmes kësaj natë, është ajo që neve na intereson me ditë se vlerën edhe mirësinë e kësaj natë si me i shfrytëzua dhe si me maksimalisht me i përfitua ato që Zoti ofron përmes kësaj natë. Me qenë se flasim gjithmonë për fen, zemra dhe shpirti ka nevojë që sa më shumë të marrë njohuri, të di, të ndëgjoj, por edhe emisioni jonë ka minutat e tija të cilat u ofruan edhe ndoshta te fundi, por duke lutur Allahun e madhëruar që në një emision tjetër, në një kohë tjetër të flasim përsëri së bashku, të ndëgjojmë këshillat e pejgamberit ton, të sqaruara në mënyrën më të bukur me elokuencë dhe me dashuri për të gjithë ata që ndëgjojnë Radion Fatih. Me qenë se po i ofrohemi fundit siç e ceka, një porosi për ju
do të kishit për këtë muaj të begat, për ndjekësit, për ndëgjuesit, për besimtarët dhe për mbar të gjithë ata të cilët e ndëgjojnë Radion Fati? Sparit lustë mallin Zot që na pranoj agjërimin, adhurimet të cilët i kem bën këtë muaj, sakrificën që e bëm për hir të Zotit, se i malli Zot na i pranoj të gjithëve dhe ato të jenë dëshmi për neve ditën e llogarisë e jo kundra nesh. Me shpresë se Ramazani do dëshmoj nesër për të gjithë neve pro dhe jo kundra. Me shpresë se i malli Zot do të na mundsoj të presim edhe Ramazana të tjerë në të ardhmen, se të jem në shoqërim me këtë musafir të Zotit. Besimtarve ju dëshiroj çdo të mirë, se i malli Zot t'i shpërblej me të mirat e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. Me shpresë se do t'ja sillojmë natës e Kadrit dhe do të shfrytëzoj maksimalisht adhurimin e kësaj natë, duke lutur të mallin Zot se të gjitha adhurimet edhe në vazhdim, siç është sadaka e fitrit, siç është zekati, të pranohen nga i malli Zot, se besimtarët të shfrytëzojnë rastin, të shpërndajnë, të lajnë pasurinë, të pastrojnë pasurinë e vet dhe përmes pastrimit të shtojnë pasurinë e vet. Gjithashtu shfrytëzoj rastin se të gjithë besimtarëve, pasi jemi edhe në prag të festës madhore të Fitr Bajramit, se të uroj edhe festën e Fitr Bajramit, duke ju dëshiruar gëzim, kënaqësi, harmoni në xhirin familjar dhe duke i përcjell shëndeti të gjithë ata të cilët ishin të sëmur, Zoti i shëroft, ata të cilët ndruan jetë, Zoti i mëshiroft, e Zoti të gjithë neve na pajt me shëndet dhe na bekoft. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar dëgjues, të nderuar ndjekës të Radios Fati, ja kështu po përfundojmë dhe emisionin e sotëm Biseda Ramazanit këtu në frekuencat e Radios Fati, ku si çdo herë unë shoqërova Enis Hoxha dhe sot kishim të ftuar krye'imamin e Dinoshes, Xhefhajr Efendi Arifajin, që fol me këto këshillat e begata, me këto këshillat e bukura dhe me këto lutje drejtuar mbar juve që po na ndjekni dhe mbar atyne që nuk kanë mundësi të na ndjekin, por ne ju urojmë një Ramazan të këndshëm, lutje të pranuara, adhurim të pranuar dhe mire gëzofshi Fitr Bajramin. Deri në ndëgjimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.